Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdoj të përmend vetëm disa specifika të surës Mudaththir. Një prej gjërave, pra kur Zoti e fillon këtë dialog me këtë kriminal, me këtë mujshar, ja përmend ato gjërat që ja ka jap. Dharni wa man khalaqtu wahida, ka ardhur vetëm këtë botë. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Je pasuri o vëllazër rrjedhse që i vije vazhdimisht. Sinalët. S'ka domosdoshmë zbrastir. Nuk paksohet. Andaj edhe teksa i vije kështu ai mendon që nuk do të ketë fund. O menine shuhuda. Ata djem që rritën të fortë, që i ndihmojnë, që veshën bukur, që dalin televizion, shuhuda, dëshmitar. O mahattu lahu tamhida. O vëllazër ja ka shtruar dynjan, ja ka jap. Ja ka jap ndurët e tij, e ka sill domon tregun. Ka qenë njëri që ka pas pesh, ka pas emër, ka pas ndikim. Edhe gjithmonë në shkrimi i tij ka qenë në ato tregjet ndërkombëtare. O mahattu lahu tamhida, ja ka bë këtë botë, këtë pasuri, e këtë tregti sikur djep. Si dush e ka sill, e ka dush e ka orientu. Normalisht disa fjalë kështu të fuqishme, për shembull tek surja, sidomos tek ky dialog. Për shembull, se urhiquhu. Sa është e fuqishme, thot Sejt Kutbi, thot, ka mujtë dhe me puna ndaj fjalë tjetër, se urhiquhu. E fuqishme, vetiu ta jap këtë ndjenjë. Fakkar, qaddar, thumma nadhar. S'ka thonë thumma basar, thumma nadhar. Të tregojnë me Allah kur i bën tasvir. Pastaj basar. Pastaj yu'thar. Pra fjalë e fuqishme. E kështu me radhë. Disa fjalë që cilat t'japin shumë pesh. Thumma yatma'u an azid. Thumma yatma'u an azid. Edhe këtë këtu i ka dhe apet s'ngijet. Apet s'ngijet, alo me mujtë edhe pak. Me mujtë me rjep këtë popull edhe pak. Me mujtë me gënyu edhe pak. Me mujtë edhe një shtëpi. Me mujtë edhe një jaht. Me mujtë edhe një pallat. Me mujtë edhe një vetur të mirë. Me ndru ka dalë për shembull, çfarë di unë, ato BMW-jat, matreja, tipet matreja. Thumma yatma'u. S'ngijet. Ajo është që s'ka vend, hajtë edhe një. Ku me lamër burr ato? Thumma yatma'. Shumë ka qefaj. An azida kalla. Kalla. Gjithë këtë krem. Domthon gjithë këtë pasuri në mënyrë të paleshme, duke e varfru popullin, duke e vidh, duke u pasurun korristyne. Thumma yatma'u an azid. Edhe pastaj pret me ushtu nëpërmjet ligjit, kushtetutës e kështu me radhë. Kella. Kurse si luft, betej, nëpërmjet kujt, nëpërmjet pejgamberit alayhis salam. E shumë gjëra të fuqishme. Te ky dialog, çka përfitoj unë madhështinë e Zotit? Dharni, unë jam krijuesi i atij. Unë ja di mirë edhe mënyrën se si funksionon sistemi i trupit ti. Se lërë më diçka tjetër. Gjithçka dëshmon për atë. Pra, dhani o man khalaqtu wahida. Edhe mënyrën se si ka ardhur këtë botë, dëshmon për madhështinë e Allahut mandum. O ja'altu lahu malan mamduda. Sikur të kishim falendërues. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Po i drejtohet Sulejmanit alayhis salam. Ja ka jap atë pushtetin e domthon e krejt dynjas. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Pak për Rabb jam falendërues. Pak për Rabb jam falendërues vëllazër, jo vetëm elhamdulillah tani kënej kundër elhamdulillah. Elhamdulillah duke i venduar ato të mira Zotit në shërbim ku ato Allah është i kënaqur. Kjo është për qëllim shakur, jo vetëm me gjuhë, e pastaj të kundërtën. Përmendja e djemve. Halon njerëzit krenohen për atë. E ke po momentin kur të lind vajzë të ndryshon çëjela. Andaj Imam Ahmedi kur i ka lind diku na vajzë, shkoi ka përgëzu. Ka pejgamber kanë qenë baballar të çikave, të vajzave, të gocave. Atë na është e kundërta, kur lind djalë ator të 5 kat, e amnin sipër, e onja një mjerë kështu më njëherë. Premis, kur lind vajzë, maksimum e Zotë një movë, inshallah rritet me prind, i turë të një katë me menzi, ato dikon e ka blejnë e në i fardyqani kështu të lodhë, mënyrë që mi agërdit që nga dita e parë.
njeriu në vazhdimsi lakmon me ushtu të mirat. Thumma yatma'u an azid, s'ngihet kur. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thonë veç dheju e nginat. Veç dheju e ngin. Tjetër këtë ma mirë me lanë për ligjëratën tjetër me qenë se është dialog i shkëput nga ky pari. Dhe atëherë i rujti i madhi Zot e faleminderit nga thellësia e zemrës.